në këtë çmim, sa është 1,72 €, do më thonë qeveria apo shteti inkason 1,03 € inkason vetëm akciz në këtë çmim. Prandaj, duke mbështet në këtë të dhënë, ne kemi bërë kërkesë që qeveria e Kosovës të ul akcizën për transportues, nëse se ul për të gjithë qytetarët, në mënyrë që ne mos t'i ngritëm apo me këtë mënyrë t'i bllokoj ngritjen e çmimeve, sepse çmimi jo vetëm që bileta do të ngritet, por do të ngriten të gjitha produkte tjera apo ato që i blejmë ne për çdo ditë në përveç shërbime, markete, sepse ne prej të gjitha tyne, asoj ku shportet të qytetarit, ne prodhojmë shumë pak në Kosovë, por edhe ajo që prodhohet duhet të transportohet deri te njësia shitse e një kompanie, dhe ajo e ngrit vetiu, e ngrit çmimin e shitjes të një produkti pa marrë parasysh nëse prodhohet Kosova po importohet nga jashtë. Kjo është e vetmja mënyrë për t'i stopu ngritjen e biletave në transportin rrugor të udhëtarëve. 99,3% e mbulojnë transportin rrugor të udhëtarëve, për jashtim kemi 2 linja që të hekurudhore që qarkullojnë në relacionin fushë Kosovë-Pej dhe Anasjeltas. Do me thonë, ne jemi të gjithë kompani private, përjashto vetëm transportin urban, trafik urban i Prishtinës, që bën trafik mrena disa komunave të rreth Prishtinës apo mrena qytetit Prishtinës.